Vetëm 7 kilometra larg Gjirokastrës ndodhet fshati Andon Poçi, aty ku jeta duket sikur është ndalur në kohë. Shkolla nënvjeçare në fshatit që dikur mbledhte rreth 120 nxënës, sot është mbyllur me dry. Në fshat nuk ka më asnjë fëmijë, ndërsa edhe të rinjt janë larguar prej vitesh. Me i riu në fshat është gjatë 5 vjeç, ndërsa pjesa tjetër janë të moshuar mbi 70 vjeç, që jetojnë vetëm dhe punojnë tokat për të mbajtur veten. Njëri prej tyre që e kupton me mall kohën kur fshati kishte jetë është Nasha Shituni, ish mësuesi i shkollës. Ai ka thënë me zim aty për 20 vite dhe sot në moshën 85 vjeçare e sheh me dhimbje gjendjen në të cilën ka mbetur godina. Shkolla ka qenë në rregull, me nxënës të mirë dhe prindër të përkushtuar. Më vjen keq ta shoh kështu sot, është shprehur ai.